ka qenë ish vjera im ajo që na ka përçarë. Një herë në vit vinte 5 ditë. Ditën e 5 ikte fshehura nga shtëpia. Jo shërbëtore, një shërbëtore sklave. Dhe vjera im më ka qelluar, domethënë. Po si, burri të tradhonte ty dhe vjera të qellonte ty? Po. Kjo është kulmi. Unë prisja ditët e lindjes. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një 39 vjeçare, do të shkojmë në një fshat të Cerrikut, do të ha dritaren për nënën e një vajze, e cila quhet Selvi, por që fatkeqësisht në 10 vite martes jetoj shumë pak me burrin e saj dhe pati një jetë të vështirë. Kërkon sot jetë këtu për të rrëfyer këtë histori dhe padyshim për të kërkuar ndihmë të gjithë atyre personave që mund të na ndjekin sot, por duke bërë një apel të fortë për institucionet në vendi ku ai jeton në zonën e Cerrikut. Selvia është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Selvi, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke telefonuar disa herë, por për shkak të ngarkesës të kërkoj ndjesë kam pasur të pamundur që të flisnim të dyja. Po, e di. Qa problemi ke, se dua të njoh problemin tënd? Jam një nënë e një vajze. Jam e divorcuar prej 10 viteve. Dhe jetoj te prindrit. Ke 10 vite që je divorcuar? Po. Po? Dhe jetoj te prindrit. Dhe kam kontaktuar, kam kërkuar ndihmë në çdo vend dhe nuk më shhapur një derë. Por babai i vajzës nuk pagon ndonjë detyrim ushqimor? Jo fare. E dashur Selvi, e vajza sa vjeç është? Vajza është 17 vjeç. 17 vjeç dhe ka qenë 10 vjeç kur je divorcuar? 8 vjeç. 8 vjeç dhe ai asnjëherë s'ka paguar kontribut? As dhe njerë. Mund të të pyes? Madje edhe nuk e ka takuar. E ka takuar vetëm një herë. Por pse nuk ka treguar interes për vajzën? Nuk do. Por vajza e ka kërkuar? Vajza nuk e di se sa më beson të jetë nënë vetë, sepse siç të kemi parë në televizione, jetë nënë vetë deta, dhe e kupton fare mirë një fëmijë që i do të dy prindrit, pavarësisht se si sillen prindrit dhe si reagojnë prindrit ndaj fëmijëve, çfarë kulture japin. E qartë, unë e kuptoj që ai njeri nuk ka dashur ta takojnë me dëshirë, po domethënë ish vjera imi thot natat motra, domethënë që telefonoi gocën. Njeriu kur lind një fëmijë ka përgjegjësitë e veta, nuk është nevoja për shembull që të thonë ty nëna ose motrat, ose ka përgjegjësitë e veta të një fëmije. Duhet të përgjigjet vetë, jo ti thoj nëna apo prindrit apo motrat për fëmijën. Kurse ai nuk e ka këtë me gocën, sepse unë kur jam martuar kam ndetur vetëm 8 muaj me bashortën, domethënë. Dhe më kanë lënë 8 muaj që e kam lindur gocën vetëm, ka ikur në Greqi, është larguar në Greqi, se në Greqi e linte. Është larguar, unë kam qenë 8 muaj e shtatzan, dhe e kam lindur vetëm gocën, e kam bërë 15 muajshe. Atëherë në po nuk kanë qenë dogana, domethënë që t'ikje lishëm si qikin tani me pasaporta 3 mujore. E dashur Selvi, më lejon të të pyes si e njohur me babain e vajzës tënde? Me mbesëri. Ju jetonit në atë kohë në çfarë vendi? Në një fshat të Cerrikut. Por ai është nga Berati. Nga Berati. Është nga Berati babai i vajzës. Po.
Sa vjeç ke qenë kur u martove? Kam qenë 20 vjeç. Por ai, sa vite keni diferencë? Ne në diferencë kemi 8 muaj. 8 muaj, por ju njohët me njëri tjetrin përpara se të martoheshit apo direkt erdhi mblesi dhe u martove me njëherë? Neve kemi qenë me mblesëri. Po. Ka qenë shkak tezja. Tezja juaj. Që më ka bërë. Tezja im ka qenë komshi me ish bashkëshortin tim. Dhe ajo më ka bërë atje. U njohëm. Do me thëmë bërëm ato parjen, u pëlqyem, për një muaj kemi bërë bufet, ai ka iku në ushtar pastaj. Kam ndetur një vit, nuk kam pasur, do me thëmë, kontakte. Sepse ai e ka bërë aty në Tiranë, ku nuk i lejosh as telefoni, as këti e ka bërë aty në Tiranë atë ushtri. Pas ushtrisë ka marruar ushtrin, ka ardhur në Shqipëri, në shtëpi, në ti. E qartë. Pra, ke qenë e fejuar, ai ishte ushtar, ti rrihet e familja jote në Cërrik dhe pasi mbaroi ushtrin, besoj e martuar. Jo, nuk u martova. Ai erdhi, u lirua nga ushtria, erdhi, kam ndetur një muaj, unë nuk kam qenë. Prap, nuk ka ardhur për të më marrë. Kur e ka marrë vesh, ai ka ikur në Greqi. Ka ndetur dhe një vit në Greqi. Po si, u lirua nga ushtria dhe nuk erdhi të takoj asnjëherë? Jo. Ka ardhur vetëm një herë, më ka takuar këtu, por nuk më tha që do ikte në Greqi. Më ka kërkuar të më marrë, por nuk kam vajtur larg. Sa shu ishte atëherë koha që prindrit nuk është se fejosh goca dhe nuk i linin, do me thëmë, të kishin kontakte me të fejuarin, e qartë, duhet të martoheshe dhe më pas të kishe kontakte me burrin, e kuptoj, kjo ka qenë mentaliteti kohës. Po mirë, a iku në Greqi dhe nuk të njoftoj se më duket e habitshme? Po, nuk më njoftoj, kur e ka marrë vesh nga prindrit e ati që iku në Greqi, flisnim në telefon, po mua më dukesh, nuk më dukesh një gjë normale, po prapë se s'prapë ashtu ishte koha. E doje, kishe rënë në dashuri? Po. Por ai të donte, e ndje dashurinë e ti? Po, edhe ai se pas asaj ishin mirë, do me thonë. Po ashtu ishte edhe koha dhe nuk arrinim ta njinim njëri tjetrin, sepse kur nuk bisedon, kur nuk jeton, kur nuk rri, që nuk të njeh njeriu. E qartë, sa vite qëndrua të fejuar? Kemi ndetur 2 vjet. Ka ardhur pastaj ai nga Greqia, unë nuk e dija fare e kishim për datën e dasmës. Unë ka ardhur për të më marrë për të prerë rroba, se kështu ishte zakoni. Presnim rrobat në Berat. Po. Edhe kam qëndruar 3 ditë te banesa aty. Pastaj më ka sjellë, më thoshte, nuk e dija, më thoshte që herës tjetër do të vish me, se kishte një motor. Do të vish me makina apo do të vish me motor. Si ta kesh ti dëshirë, i thosha, unë me atë shpirtin tim se isha shumë nuk. E qiltër. Si ta kesh ti dëshirë, thosha unë, ndash me makinë si pas mundësive. Po. Nuk është se e detyroja, do me thonë t'i kërkoja gjëra luksi, ishin ato gocat që... E qartë, edhe fillesat e para të njohjes, le të themi, por çfarë ndodhi? U pret dita e dasmës? U pret dita e dasmës, u bë dasma, mirë. Ti ke dalë nuse nga shtëpia? Po, kam dalë nuse nga shtëpia, madje kam bërë... Është normale zemër të prekesh. Kur kthen kokën pas, kujton të shkuarën tënde, është normale të prekesh. Më thoshin prindrit që kur të martohesh ti, se isha gëzimi i parë i familjes, do marrim 2 palsave, se e doni shumë ish bashkëshortin tim. Arritëm ditës, thoshin që
të marrëm 2 palsaze ku të martohesh, thoshim, se kishin gëzimin e parë. E qartë. Edhe kemi bërë 3 net na herë, kemi bërë dhe dasëm, kam bërë një dasëm shumë të madhe, shumë e bukur, edhe unë nuse kam gëzuar si gjithë lumturitë e tjera. Je vesh shumë e të bardha, është dita më e bukur e çdo gruaje, dita e dasmës, sigurisht. Ke qenë 22 vjeç, mos gaboj, se 20 e njove, 2 vite fejes, 22 vjeç u bëre nuse dhe shkove nuse në Berat. Po, kanë qenë u bëra nuse, por atë ditë ma ka dhënë shenjën, i kujtoj ditët në të kaluarën tani, i kujtoj se ma ka dhënë shenjën Zoti, sepse atë ditë që kam qenë nuse jam smurur. Ua, pse? Po, se di, më doli një shenjë e verdhë në gisht, më bë një flutë. Edhe si që se unë jam në fshat. Po? Edhe thoshta, ku kam bërë punët e shtëpisë, ku di aty ku e kam vrarë gishtin, nuk e mendoja se edhe më shëndur krau, i gjithë krau, si që kisha kraun e kisha të hëndur. Por çfarë ndodhi? Pastaj kam shkuar në spital, kam bërë serume, kam bërë ilaçe. Do me thënë, kanë qenë edhe njerëzit, nuk e di në për këto, si që janë këto plakat që shkonin në për plakat, edhe nuk e di. Më kaloj. Gjithsesi, mund të ketë pickuar diçka, të shenjtur krau, ndonjë helmim, ti e lidh me rastësinë që ishte një shenjë në martesën time për të më treguar që kjo martesë nuk duhet të bëhej. E kuptoj sensin e bisedës që po më tregon, por ka qenë një rastësi, jam e sigurt, një rastësi që ka ndodhur shumë keq për ty në atë ditë të shenjtë të dasmës, që të shenjtur krau. Por ndalemi tek martesa jote, mbrite nuse në Berat dhe bashkëtove me të shumë pak, më the. Shumë pak. Unë kam ndetur 1 vit e gjys. Nuk kisha dëshirë, se thosha që unë nuk e njoh këtë person, dhe i thosha gjithmonë që nuk dëshiroj që të kemi një fëmijë tani, sepse jeta jonë tani ka filluar dhe unë nuk e njihja atë person. Si ishte ajo bashkëtesa jote në atë 1 vit e gjys? Jetoje vetëm me të, apo dhe me vjerën? Kam qenë me shumë njerëz në shtëpi, kam qenë me vjerin, me vjerën, me kunatin, burra dhe vëllezër, do me thonë kunati me nusen. Ka qenë dhe një motre atit e vogla. Pra, ka qenë një familje madhe? Po, kemi qenë një familje madhe. Edhe unë ato muaj që kam kaluar me të, kam kaluar shumë mirë. Pra, ndërkohë që mas 1 vit e gjys kam rënë shtatzane, këtë e kishte edhe ish vjera im, e donte me shumë kënaqësi, thoshte që duat që të keni një fëmijë. Që atë të bëhesh gjyshe? Nuk dëshiroja, se thosha unë tani erdha nuse, nuk kam det, nuk e kam njohur akoma. Doja, nuk e di, a shumë më ndonte shpirti, thosha që nuk dua tani. Edhe kam rënë shtatzane mas 1 vit e gjysmë, aty pastaj kam filluar ato debatet, sepse më kanë qenë një rrezik dështimi fëmijë. Dhe aty kam filluar pastaj debatet me ish bashkëshortin, me vjerën. Por debate për çfarë? Se tani është fatkeqësi, nëse një grua shtatzën rrezikon, kryen abort, kjo është një fatkeqësi. Pse nisën debatet mes teje dhe atit? Po nuk e di, sepse mua ma thoshte edhe kunata, kunata burrat vëllezër, se i thosha që më thoshte gjithmonë që je shumë e lumtur, po do ta shohësh më mbrapa. Unë thosha, shikoja dhe i thosha që pse ma thua këtë gjë? Ajo ndoshta e kishte kaluar edhe vetë, se ajo kishte qenë shtatzane, ashtu kishte edhe vdekur dhe asaj fëmia i parë.
kishte pasur debate, kishin filluar ato. Edhe siç më tregoi ajo, ashtu do. Por debatet e dashur Selvi, debatet ishin mes teje dhe atit apo edhe vjerrës? E gjithë familja. Po për çfarë ta akuzoni ty? Që pse ti dështove? Jo, nuk e kam dështuar, unë atë fëmijë kam. E kam atë. Ti ishe në rrezik, por fal Zoti ai fëmijë erdhi në jetë. Po, ai fal Zoti. Ajo vajza është drita e syve të tu dhe unë të besoj që është gjëja më e shtrenjtë që ke. Dhe falendero Zotin. Veç ajo më mban me frymë, asnjë gjë tjetër. E dashur Selvi, në jetë në fakt nuk je as e para, as e fundit grua që je divorcuar, je ndarë nga bashorti. Dua të them diçka. Jeta është shumë e bukur për t'u jetuar dhe mos të ngelemi peng e një martese të dështuar, e një martese që ka përfunduar dhe të qajmë për një martesë që nuk ka funksionuar. Unë do ta dëgjoj me vëmendje historinë, por desha të ndërprisja të thosha që mendo pak ndryshe. Je vetëm sa vjeç je? 37, 38 je besoj. Jam 40 vjeç. 40 vjeç. Akoma s'ki ka moshur ende 40, po... Jemi bashkëmoshatare, unë jam 2 vite më e madhe se ty, jeta është e bukur, jeta në këtë moshë nis. Mendoj gjëra të ndryshe, por e kuptoj që je ngarkuar shumë nga ana emocionale, je ngarkuar shumë nga ana psikologjike dhe e vuan të gjithë situatë. Por të lutem, dua të pyes tek debatet, konfliktet, për çfarë lindën? Domethënë, pse nuk të donin më të synuse kur 1 vit e gjys të donin, të respektonin, pse ndryshuan pas 1 vit i gjysëm martesë? Unë nuk i qaj sepse jam me ndarë divorcuar se dhe gjithë. Po unë qaj vuajtjet që kam kaluar, vuajtjet e atit të fëmijë. Të besoj që jetën e ke pasur të vështirë, nuk ka qenë e lehtë pas divorcit e vetme të bësh edhe nën, edhe baba për një fëmijë që ka nevojë për të 2 prindrit. E kuptoj që ke vuajtur. Por të lutem, nëse nuk do, mos ma trego, po do tentoj dhe njëherë, pse lindën debatet mes teje dhe atyre? Debatet në basë kanë lindur sepse në atë familje punohesh shumë. Po. Edhe unë nuk i kisha më mundësi që të punoja si që kisha punuar, si që vajta nuse në fillim, sepse unë të thash edhe njerë ishjem në rrezik dështimi. Dhe unë nuk mund të bëja punët që atyre u donte qefi të bëjnë një mu si që donin ata. Aty pastaj filluam debat sepse unë e doja atë fëmijë. Unë e doja, nuk është se ata e dëshiruan me dëshirën e vetë dhe pastaj më mbrapa bënin, si ta them unë një fjalë që bënin me shqelme. Unë e doja një jetë normale, unë e doja atë fëmijë. Ai fëmijë u nis dhe unë e doja. Nuk është se unë nuk isha një lodë, do me thonë që unë në rasht të zanë dhe hajt, sa të bëj punët që donin ata dhe ky fëmijë. Ata jetoni në fshat, kishte... Po. Pra, në momenti që ti ngelesht atë zën... E kuptova, në momenti që ti ngelesht atë zën, u frenove nga punët e fshatit dhe ata filluan të kërkoni llogari që pse ti nuk punon. Po, më kërkoni llogari. E qartë, e kuptoj, edhe pse... Megjithëse unë nuk dilja në harë, po jo se nuk bëja punët e shtëpisë. Unë punët e shtëpisë i bëja të gjithja, i bëja bukë, i bëja gjell, i laja, i pastroja, si që i takon një gruaje. Që ishte një shtëpi shumë e madhe, kur vinin në punë ata gjenin gjitha gati. Edhe prapë nuk ishin të kënaqur. Dhe ma vjen keq që një burr apo një nën e shikoj nusen si një skllave që duhet punoj në ara, në bakti, në bujqësi, dhe ajo kur është në momentet më të vështira të shtatzanis, ata prap kërkojnë punë prej saj dhe më vjen keq që ke përjetuar këtë gjë dhe e kuptoj që je prekur. Por çfarë ndodhi më pas? Ai iku në Greqi dhe të la shtatzën ty. Nuk duhet që ti them të gjitha sepse
jeta im ka qenë një telenovel shumë. Po të bësh një telenovel, ajo jeta im nuk dihet se sa do të fitonte. Sepse është prej vërteti, nuk është telenovel, është prej vërteti. Dhe prandaj të thash që nuk dua që të flas shumë për atë jetë, sepse jam shumë e prekur dhe e pikëlluar. E dashur Selvie, këto vështirësi të ndodhen kur ai iku në emigracion dhe ti ngele vetëm? Këto kishin filluar, po madje unë e kisha marrë shumë vonë vesh. Kishin filluar nga ish bashkëshorti im, se si të thash nuk dua si ta shpreh, si ta shpjegoj që unë isha një nën që kisha në rrezik një fëmijë. Dhe unë e doja atë fëmijë. Dhe një baba që nuk u kujdes. Nuk u kujdes dhe donte një të dashur që unë e mora vesh më mbrapa, nuk e kuptoja në moment. Nuk duhet që si ta them, deta që e qartë. Kur e ka marrë vesh më mbrapa, jam hapitur, jam shokuar. Prindërive të mi nuk i thosh asgjë. Ti zbulove tradhtin bashkëshortore, ai kishte një tjetër grua në jetë. Po. Në momenti që e zbulove, çfarë ndodhi? U ndave? Unë nuk e dija, ai ka ikur në Greqi, mbas si ta thash, unë më dhe një muaj doja që të lindja. Kur e ka marrë vesh, kanë ardhur 2 persona në shtëpinë tim. Unë prisja ditën e lindjes. Kanë ardhur 2 persona aty. Unë kam bërë rolin jo se isha, po doja ta bëja me patjetër se doja të mbroja bashkëshortin, sepse ai nuk ishte për të mbrojtur, por unë atë fëmijë kisha me atë njeri edhe thosha e konsideroja se ai ishte baba i fëmijës tim dhe doja ta mbroja. Këta dy persona erdhen nga familja e të dashurës për ta kërcënuar. Jo, po. Ata erdhën dhe më treguan që se i kishin kapur me mesazhe nusen e tyre. Dhe ajo ishte... Dhe erdhën të më tregonin që çfarë numri është ky. Dhe unë i thash që nuk e di, thash, pavarësisht se unë e dija, por si ta shpjegoja, si isha në sy të vjeras, isha në një pozicion që veç Zoti asnjëri nuk ma kuptoi. Por pse? Edhe ajo e dashura e burrit tënd ishte e martuar? Po, ajo ishte e martuar e kishte burrin në burg. Dhe e kishte kapur matë vjeri dhe vjera? Po. Por pse vendose ta mbroje, kur ata erdhën në shtëpi dhe të pyetën? Po, unë të thash, unë isha në momentet që unë po prisja një fëmijë. Nuk po dija se ç'pondoste me jetën tim, nuk kisha në dieni se çfarë po bëhesh me jetën tim, sepse nuk kisha mbështetje as nga njerëzit e mi, se më thoshin që nëse ti bën fjalë atje se na ul kokën shumë, po njerëzit e mi nuk ti dinin për gjë. Çfarë ndodhi? Selvie, si çdo gocë që mbron familjen e vet, dhe unë nuk doja që familja im t'i dinte se do shqetësoheshin, gjithë ajo dasëm, gjithë ai dëm, gjithë. Dhe mendova që ky fëmijë do vi një jetë, hajtë sa shumë do ta lumturojmë, do ta shumë, po nuk shkoj. Por çfarë ndodhi? Kur ata persona erdhën në shtëpi dhe të thanë që burri juaj shkruan me nusën e djalit të tyre. Çfarë ndodhin? Unë nuk e kundërshtoja, i thosha jo. Pavarësisht se ata kishin faktet, i thosha jo. Dhe vjera im pastaj aty mendonte se unë e dija diçka. Si është e mundur deta që një grua të din diçka për burrin edhe të mos tregoj në familjen e burrit. Unë nuk dija.
jo se nuk doja, po nuk dija. Unë atë ditë kam marrë vesh për vete. Dhe 5 ditë kam ikur ka lindur gotë. Dhe vjera i më ka qelluar, do më thënë. Vjera të ka qelluar? Po. Po si, burri të tradhonte ty dhe vjera të qellonte ty? Po. Kjo shkulmi. Vajzat shqiptare kështu janë. Nuk kanë mbështetje, nuk kanë ku të shkojnë, nuk kanë... E dashur Selvie... Vajzat shqiptare asnjëherë nuk i mbron as familja, as... Por ti pse nuk kërkove ndihmë? Pse nuk kërkove ndihmë tek nëna dhe baba jot? Kishe frikë të kërkoje ndihmë te ta kur zbulove tradhtin, kur zbulove që ky person nuk të donte më? Po, kisha frikë. Frikë se nuk do të mbështesnin? Shumë gjëra. Selvie, pasi zbulove tradhtin e bashortit, fole me bashkëshortin, a ishte në Greqi në atë kohë? Po, fola, edhe më thoshte që jo nuk është e vërtet. Po çfarë të flisja unë, çdo gjë kishte mbaruar. Çdo gjë e mohoj. Më thoshte nuk është e vërtet. Ai nuk kishte bërë një. Ai kishte bërë edhe një tjetër. Unë e kam marrë vesh më vonë. Unë nuk e dija. Atë kohë kam ditë se ai ka bërë aksident. Por ai kishte bërë një diçka tjetër dhe prindrit e atij mundoshin që ta mulonin. Po unë e kam zbuluar mbas një komshie, domethënë. Ai pa dashje pyeti ish punatën tim, pa dashje se nuk e dinte se unë nuk e dija. E qartë. Pra, ti zbulove edhe tradhtit e tjera të bashortit. Po. Selvie, ti linde, solle një jetë vajzën, ai nuk erdhi nga Greqia? Jo. Gocën e kam bërë 15 muajsh e kam rritur vetë. Në shtëpinë e ti me vjerin dhe vjerën? Po. Por kur ai erdhi nga Greqia, çfarë ndodhi? Nuk erdhi. Vendosa unë të shkoja atje ka Mungula dhe për një vit e gjysmë unë e di se si e kam rritur atë fëmijë në atë shtëpi dhe ku kam ikur në Greqi kam ikur me sherrë. Pse, ai nuk donte që ti të vije në Greqi? As ai nuk donte, as vjera, asnjë nuk donte. Vetëm ka vendosur ish kunata im, motra na burri. Ka thënë këtë nusen do t'i paguaj unë lek dhe do vinë me gjithë gocën dhe ju do jetoni bashkë. Nëse ju nuk doni që t'jetoni, atëherë nusja të marrin rrugën në drejtimin e vet, ti në drejtimin tapa dhe gocën tha mos e mirë një qafë, është gjynafa, është një fëmijë i prindërve, tha, siç nuk keni ju mua, i tha vjerës ti. Ajo më kishte bërë edhe një lojë, që unë nuk e dija. E dija të vërtet, por gjithmonë thash që jeta ime është një telenovelë. Dhe po tregoj disa detaje. E qartë, e kuptoj dhimbje që ke përjetuar, nuk do të flasësh të tregosh gjithçka, të mirë kuptoj për këtë pjesë, por kur vajte në Greqi, nuk ndryshoi marrëdhënia jote me atë? Ka ndryshuar vetëm 5 ditë, siç të thash, kur vajta në fillim, dhe pjesa tjetër pastaj ka qenë ish vjera im, ajo që na ka përçarë. Po ç'pun kishte ish vjera? Ish vjera jetonte në Berat. Ç'pun kishte ajo me çiftin në Greqi? Ajo jetonte në Berat, po i prishte puna, që unë punoja, si slave në atë shtëpi. E kuptova, dhe e këmbgulte që ti të riktheshe në fshat dhe të punoje. Po, me zi e kam rritur atë fëmijë Odeta, nuk ma beson njeri sepse nuk e di vetë zoti. Por pse, ai nuk punonte? Ai nuk e di se qa bënte. Se punonte, se na i çonte lekt, se i binte shtëpi, se na i çonte, unë nuk e di fare sepse merresh ish vjera im. Edhe më thoshte, unë punoja si slave, kishim 3 lop, i bëja të gjitha punët, dhe kur rrija në shtëpi se ashtu ishin. Kur rrija në shtëpi më thoshte mua kjo që do bësh të gjitha punët, ke dhe gocën, unë kisha 3 lop.
ato duheshin mjetë se ne i milnim me dorë, nuk i milnim me makinerisë. E qartë, e kuptoj. E kuptoj punët e fshatit sa të vështira janë. E dashur Selvi, po çfarë ndodhi kur ti vajte në Greqi? Si u ndave ti me bashortin? Ja, ta tregoj me detaje. Po. Dhe kur isha aty në shtëpi, e lithja gocën me litar në këmbë, nuk e di se sa më kupton, e lithja, dhe kisha një borë të vogël aty që ku vija vërdall që bëja punët e shtëpisë, që shkoja te bakti, që bëja punë, domethënë, e shikoja fëmin kur vinte vërdall në ato borë pak të vogël të lidhur një litar, sepse duheshin bërë punë, edhe vjera im nuk kishte këtu dua të dalë, se po më thuaj që vjera ishte në Berat dhe ishte në Greqi, dhe ajo nuk pranonte që unë të shkoja atje, se thoshte që nëse unë e dua këtu, thoshte edhe ti puno andej dhe kështu që të shtjellim të hardhura, kur unë nuk i shikoja ato të hardhur se ku vini dhe ku shkoni. Kur më duheshin lek që kërkoja lek, i thosha vjerës që më duhet kjo gjë. Ajo më thoshte mua kërkoj burri. I kërkoja atit, ai thoshte mua që kërkoj mami, se ja kam dërguar mami. Kur mami më thoshte që nuk ka prur lek. I thoj burrit merre në telefon, po mirë më thosha, kujt i themi? Unë i themi atit, ai më thoj mamit. Unë i themi mami më thoj atit. Unë ka marrë një burr, e di që ka marrë një burr. Edhe unë këtu po punoj, thosha, unë te kjo shtëpi. Ku ti gjej lekët që të blej ushqime për vajzën? Gjej ku të duash, thoshte. Gjej ku të duash. Po si ku ti gjej ku të dua? Edhe bëja lëng me miell, edhe i pja vajzës e koja. Më smur goca, desh më ka vdeku, sepse doktoresha kur shkova që e vizitova gocën, më thoshte që i kam ngjitur zorrët nga 27-ja. E të mërshme. I kanë ngjitur gocës zorrët, kanë dejtur 3 javë në Berat, gocën të shtruar, nuk kishte asnjë lloj përmirësimi, sepse ishte në gjendje që kishte vajtur në pikë fundit, i kishte ngjitur çdo gjë organet. Mis. Kjo shkulmi. Doktorët e Beratit na kanë thënë që nëse sot nuk fillon fëmia, se kishte 3 javë shtruar, do t'i bëjmë ato të fundit. Nëse fëmia nuk fillon edhe sot të përmirësohet, do ta nisim për në Tiranë. Atë di, ka menduar që të nisë Rakati 3. Jam smurur edhe vetë. Atë ditë jam smurur edhe vetë. Nuk e di, nuk isha një gjendje. Ajo më thoshte pak se kam gotën, thoshte po, kujdesem edhe për ty. Po mirë, thosha, unë nuk e di pse po vjen, unë kishe një temperaturë shumë të lartë. Por ti në spital ishe e vetme, burri kishte ardhur? Jo, burri nuk erdhi as edhe një herë, thash. Ishte 1 vjeç e gjys goca, e çova në Greqi pastaj, aty kemi ndëjtur 8 muaj, 7 apo 8 muaj kam ndëjtur. Si fillim 5 ditë ka qenë lumturia ime që të vajtat e burri më donte, nuk është se nuk më donte. Jo, ai nuk të ka dashur, Selvie, se një burr që të do, nuk e lë gruan atje në fshat me mamin dhe vetë në emigracion, të gjej dhe gratë të tjera, të bëj qef, të shikoj qefet e tia, mos të interesohet për fëmijën, nuk të ka dashur, se po të donte, do të merte me vete, se familja është burr e grua, mishe thua, themi ne. Po mirë më mirë, unë e di edhe vetë ashtu është, por e bërja të guxim, më mori. Pastaj ndërhyvi Vjera prap, ashtu bëri një
budallik që aja të ditë që ka folur me ish vjetën tim, ka gjetur taksin edhe më ka dërguar në Shqipëri. Ishte ai që të dërgoi në Shqipëri, pas 8 muajve? Po, ai. Po? Dhe çfarë ndodhi? Kam ardhur në Shqipëri prapë të prindrit e atij. Dhe sa qëndrove aty? Kam qëndruar 10 vite. Ai në Greqi, ti aty? Po. Ai çdo vit vinte një herë në vit, vinte 5 ditë. Dhe kur vinte 5 ditë, ditën e 5 ikte fshehura në shtëpi. Jo se ikte njëri normal edhe kur vinte. Përpisha në çdo lloj mënyrash që ta riktheja, sepse nuk doja prej gocës, më shumë kam bërë vetëm prej gocës. Pastaj edhe prej mbështetjes. Se nuk... Selvie, sa vite martesë bëre në total? 10 vite. I thonçin, tamam. Me gishta ke qëndruar me burrin. Sa muaj mund të kesh qëndruar në total me burrin, sepse ai nuk ka jetuar fare me ty. I thonçin ke qenë me burr, po s'ke pasur burr. 10 vite. E të mërshme. Çfarë ndodhi pas 10 viteve? Kuptoj që në 10 vite ke qenë shërbëtore në atë shtëpi, je kujdesur për vajzën tënde, je kujdesur për punët e fshatit, ai emigrant. Çfarë ndodhi pas 10 viteve? Si e more guximin të ndaheshe? Dhe unë nuk e di se si ke qëndruar. Jo shërbëtore, por edhe më keq. Një shërbëtore sklave. Dhe tani që po flas, nuk e di se nuk dua t'i kujtoj këto gjëra, se ndihem shumë keq. Të besoj. Por kur jam kthyer mbas 10 viteve, kam shkuar prapë në Greqi. Atëherë i kam dhënë fund martesës. Çfarë ndodhi? Momenti që i dhe fund martesës dhe more guximin për t'i dhënë fund asaj martese që ka qenë e dështuar që në Zanafill. Unë kam mështjell shumë. Atëherë, si i thon asaj fjalës që nuk mbajti më kupa, edhe po fillon dhe po derdhësh, edhe unë nuk ishem në gjendje më. Dhe tha doktori që dhe një muaj po të kishte ndetur, dhe një muaj, unë nuk do isha gjallë sot. Vajza. Nuk do isha gjallë. Se mendje nuk është se ku më kanë ardhur njerëzit e mi për të më marrë, nuk i kam njohur. I kam njoftuar vetë, por nuk i kam njohur ku kanë ardhur. Pra, gjendja jote ka qenë shumë e rënduar në Greqi dhe ka qenë familja që të ka ardhur dhe të ka marrë, sepse ai të lindte pa ushqim, me sa po kuptoj unë. Unë nuk më kanë ardhur në Greqi, në Greqia kam ardhur vetë. Kam shkuar në Greqi në shkurt, në datën 14 shkurt. Po. Ka qenë data që kam hikur në Greqi dhe kam ndetur, jam kthyer në datën 28 shkurt. Kaq ditë kam ndetur në Greqi. Po pse qëndrove kaq pak? Të thoshte ai që ik mos jeto këtu? Sepse edhe kur jam nisur për në Greqi, nuk jam nisur, domethënë, tamam, që unë shkoja të bëja një jetë normale, unë ashtu e doja, ashtu nisa unë, por jo ata, familja. E dashur Selvie, ti nuk komunikoj me burrin tënd, se familja është të rish bashk. Ai çfarë të thoshte? Si e kishte menduar ai jetën me ty? Ai të jetonte vetëm në Greqi, ti të rrisje gocën atje në fshat? Po, ai më thoshte që unë do kthehem, do punoj, do bëjmë këto gjëra, do bëjmë po ato ishin prava me mbret. Si thon ato fjalë. Ato ishin prava, nuk ishin realitet. Familja erdhi dhe të mori të shtëpia e burrit në Berat. Pastaj ku jam kthyer, i thosha që nuk do të kthehem në Shqipëri, se i bëra fjalë që unë do iki në Greqi dhe gocën e kam lënë në Berat. Po. Tek ish fjera im, edhe i thash se atëherë ishte goca në shkollë. Edhe unë nuk doja që ta hiqja në shkolla dhe i thash ish burrit që unë do vi
se zbën aty, ai më thoshte që mos hajde tani kur të mbarojnë goca shkollën, ai nuk donte fare. E qartë. Por gjenda të justifikimi. Jo, thosha, unë do vi, do gjem një shtëpi, thosha, ose ti thuaj që unë kam një shtëpi të vogël, sa ai kishte një dhomë dhe një kuzhinë. Shtëpia dhe kjo thoshe mu mjafton për ne dy. Edhe për gocën dhe mjafton për ne dy. Ai thoshte jo. Edhe unë kam shkuar atje pa gocën, kam ndetur kaq ditë dhe gocën e kam lënë me ish vjerrën. Dhe kur kam ikur në Greqi më kanë përcjell prindrit e mi dhe më thanë që do ta marrim edhe ne gocën. Ti hik edhe rregullohu se nuk I dinin kaq thellë prindrit e mi, njerëzit e mi, historitë e jetës, as sot nuk I di. E dashur Selvi, për shkak të minutazhit e mbyllim ditën e sot me këtë live. Ne do jemi sërish bashkë nesër, pasi e kuptoj që as gjysmën e historisë nuk kemi thënë sot, kështu që kam mirëkuptimin tënd dhe takohemi nesër. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit edhe ti ta bekoft familje Zoti nga më të mirat, uro. Mirë, për shkak të minutazhit më duhet ta mbyllja ditën e sot me këtë live me zonjën Selvie. Nesër ne do jemi sërish bashkë ora 10 për të vazhduar me pjesën e dytë të zonjës Selvie. Uroj dhe shpresoj që zëri saj të dëgjohet. Ju falenderoj dhe juve miq që qëndruat me mua deri në fund të këtij programi. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi nesër ora 10 me Selvien.